Nga ato që Allahu na ka treguar është edhe ajo që ndodhi mes Nuhut alayhi salatu wassalam dhe djalit të tij. Allahu i lartësuar thot, ai pra Nuhi alayhi salatu wassalam tha, hipni në anije me emrin e Allahut, ajo lundron dhe me emrin e Allahut ndalet. Me të vërtet, Zoti im është falës dhe mëshirues. Pastaj vazhdon dhe ajo lundronte me atë në përvalet e mëdha e të larta si malet, ndërsa Nuhu e thriste birin e vet, i cili ishte ndar veç, o biri im, hip me ne e mos u bëj me mohuesit. I biri tha, unë do të strehohem në një mal, i cili do të më ruaj nga uji. Nuhu ju përgjigj, sot askush nuk do të kursehet nga dënimi i Allahut, përveç atij që e mëshiron ai. Pastaj një val me styre i ndau dhe ai u fundos. Më pas u thërrit, oj tokë, gëlltit ujin tënd dhe ti o qiell ndaloje shiun dhe uji u tërhoq e u plotësua urdhri i Allahut, ndërsa anija u ndal në Al-Gjudi dhe u tha, larguar qofshin të padrejtët nga mëshira e Allahut. Pastaj Nuhu ju lut Zotit dhe i tha, o Zoti im, biri im është nga familja ime, premtimi yt është i vërtetë dhe ti je gjykatësi më i drejtë. Allahu i tha, o Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë punë të keqe. Mos ma kërko atë që ti nuk e di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit. Nuhu tha, o Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde për të mos kërkuar gjëra për të cilat unë nuk kam dijeni. Nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Nuhu alayhi salatu wassalam vazhdon pra ta thras djalin e tij të dëshpëruar dhe këmbgul që ai të bashkohet me të mirët dhe të largohet nga shoqëria e kriminalëve, pa u lodhur dhe pa u dorëzuar, duke vazhduar në thirrjen e tij derisa i doli pengesa mes tij dhe djalit të tij. Ku jemi ne nga kjo këmbgulje në thirrjen e fëmijëve dhe familjarëve tanë dhe nga ky durim? Shumica prej nesh, pas një përpjekje të vogël, mendon se nuk ka dobi nga thirrja dhe ndërpret atë, ndonë se udhëzimi i tyre mund të jetë shumë afër. Pastaj shikoni butësinë në trajtimin e fëmijëve, madje edhe kur janë mëkatar. O biri im, butësi në fjalë dhe durim në dialog me të paditurin, pa shpërsi, pa nënçmim dhe pa i lënduar ndjenjat e tij me fjalë të rënda. Në këtë tregim ka ngushëllim për prindrit e mirë, të cilët janë përpjekur në edukimin e fëmijëve që nga vegjëlia, por megjithatë edukimi nuk e ka dhënë atë që dëshironin dhe fëmia nuk është udhëzuar. Pastaj shikoni edukatën e lartë kur i drejtohet Allahut me përulësi dhe me madhërim ndaj tij. Nuk thoshte o Zot shpëto ma djalin, por me lutje të përulët. Premtimi yt është i vërtetë. Dhe kur e kupton se nuk duhet lutet më për të, menjëherë kërkon falje dhe mbrojtje tek Allahu i lartësuar.